për shembull e dini ndërplanet, kur ta hersinoni, kërkoj ke me sulmu krushën e madhe. Edhe një minahellës 60 mm kemi pas, piskat këso muj, oj, non, piskat këso, i del këzoni me që duhet. O, doktor, dhe ka ko me dik. Edhe aty më lot, kom thane e mara zët, kofë se kom shkru me më vra, dë vrana, mës plagusna. Në reorganizim, kur u bon fshatin reti, organizun bataljone, ushtrije, krejt në regull, edhe vendosi me ikë. Në fshat tonë, na rrethun forcat serbe. Krejt. Edhe kum ikë me një djallë toqës. Ajo është një 2-3 vjetë më i masë unë në Femizejka, jemi ikë natën, pa i tregu kërkon a hiqë, as familjes. E ka ditë, nona e ka ditë, pa ka shumë, edhe kunata, se mërujshin. Edhe i ikë, i më dalë anë e. Kërë më shku atje, po i rije, kështu, sovjetiki, po rrugës, me matematikë që më ka nësë njëherë mija, sot nuk jem. Rrugës me ndajsh na, kur të shkoj më shkru, cilin vetë me thanë për më mrak mu 17 vjetë. Edhe u registru mirë një 2 javë në kuzhinë dhe e sa armë. Thani, unë pak isha i ri, edhe u mrujshin, apo më thanë, komandonte, u registru mra në kompaninë e dytë, i cilën e udhëheqke Berushgashi, komandant Baruti, edhe ka pas kujdes për mua, dhe nuk. Tani kalova pe aty, kalu në shtabi kaloj në fshatin Nagafcës, në gjitë me krushet madhe. Rishum, kemi kryu roje në altë, kemi pas do zonat shumë të rrezikshme aty me krushet madhe, ka pas forcat ndore. Tash, për sa isha unë në shtab, ku mashin takimet, tash unë shka s'dëgjojsha, planet. Për shembull e dini ndërplanet, kur ta hersinoni, kërkoj ke me sulmu krushën e madhe. Krushën e madhe. Edhe aty tani kish mendime kundër që nuk bënë se ato, bile ka qenë një Shefkat Halimi, cilën e përshëndes. A i për thëtë, o, ta hirë, i ka pas shtushme, a e di shte ke qëto pragë që gjujnë për pjetë, mi këthyte ke qështu, a din që shpijen e, nuk gudzona mi. Dhe nëse dështa e platë, në maj, në fillim të majit, fillun forcat serbe granatojshin gjdo mëngjes me minahillsa. Një orë, kënë pas me minahillsa sa hatuna kanë. Edhe do të 17, 15, 16, 17, vish nisi mu për situata. Edhe fillun më në rrëthu forcat serbe. Në rrëthun në 4 orë. Ushtarët unë gjetën në për pika ku i keshëm, krejt. Unë e meta i fundit me referentin e kompanisë Binak Shtërboni, disa dokumente në shtab shka ishin edhe një minahellës 60 mm kemi pas, po municion s'kemi pas, edhe ato me fshet diku, edhe mund gjetë në nalë. Po dhe sa isha unë mrena dyshka tu, kur dalë jashtë për një, pak pa dalë jashtë për një, kushtrim, edhe një zhurë në piskom, kur dola përshon një ushtarë. Komën, dhe veç që tu që e majke. Likura, kjo, po do ke krejt. Ma vonë, mas luftu, se ku marrë vesh, që ka qenë Manush Berisha, se se ku më luftë. Manush Berisha era të Dobrovës. Unë e Binoki edhe një teknik medicinal, akon Refki emnin ka pas, nuk e kun pa kur mo, për ati momenti, mbe emni nuk e di. U më nëshëm me dhanë ndim, shka me dhanë ndim, vesh likura e moj ke komën. Këndajna ishtë dalë oshti, gjoki, një 5 shilte e kemi në ru,
e ulke. Piskat këso mu i kjo, non. Oj, non. Piskat këso, i del këzoni me që duhet. O, doktor, the ka ko me dik. Edhe në asdishëm muë, ma dhanë e ledhëm infuzionin edhe unë në balkon hypa me majtë infuzionin, qështu edhe shesh në gjarin, tash pra më ndonë një 14 vjeqarë. Edhe aty më lotë, kom thane e marë zëtë, kofë se kom shkru në më vra, dëvrana, më s'plagosna. Ardë, që kështë Shifkat Halimi ardë, kjo është oficer ushtarak një Jugoslavia, edhe ka kalu kënejna. Kër ardë kjo, edhe përvoja, e morë një telë. Një telë edhe që t'ja ka lidhë komën. Ding, e kënë mështjallë pak edhe e kënë qu me tjerë. Atë ditë i kemi pas diku 30 e dishkat plagosën. E të vram.